Me rritjen e temperaturave dhe ardhjen e bashkëdhetarëve për pushime, është shtuar edhe numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në urgjencën e Gjakovës. Megjithatë, drejtuesit të këtij reparti thonë se janë të përgatitur për t'ju përgjigjur fluksit sezonal. Urgjenca si gjithmonë, po edhe gjatë fluksit këtij sezoni, gjithmonë domethënë jemi të përgatitur se e dim që mërgjimtarët vinë, po edhe pa ardhen e mërgjimtarëve gjithsesi shtohet numri i pacientave për shkak të temperaturave të larta, helmimet me ushqime e kështu me radhë. Për shkak të ngarkesës së shtuar gjatë muajve korrik dhe gusht, urgjenca edhe këtë vit është përforcuar me staf shtesë. Që sa vite me radhë bëjmë kërkesën nga menaxhmenti që të na mbështesë edhe me një staf shtesë për shkak të rritjes së fluksit të pacientave, sidomos gjatë sezonit korrik gusht. Kështu që këtë përkrahje kemi nga menaxhmenti, e kemi një ekip që punon për orës 4 deri në ora 24, domethënë mbështesin ekipet e urgjencës, kështu që për t'ia vlerësuar pak punën edhe këtyre. Sipas të dhënave ditore dhe mujore, ditëve të fundit është vërejtur rritje rasteve me të vjella dhe diare, të cilat dyshohen se lidhen me helmimet nga ushqimi. Kemi raporte ditore dhe mujore, domethënë kam vërejtë se ka filluar të shtohet fluksi i pacientave, sidomos me këto vjellje, barkçitje nga helmimet me ushqim, shkaq që këtu kisha dashur ta cek edhe mënyrën e ruajtjes së ushqimit, si të kenë kujdes pacientat, mos të konsumojnë ushqim çdo vend, pa ditë se çfarë ushqimi është, si ruajt ushqimi. Domethënë duhet të ketë parasysh edhe higjiena personale, larja e duarve para dhe pas përgatitjes së ushqimit, mos të konsumohet ushqimi që rrin gjatë në ambientet domethënë temperatura ambienti, domethënë duhet të dimë se si ta ruajmë atë ushqim, do të kontrollojmë edhe ato çka i blejmë afatin e skadencës dhe paketimit të ushqimeve dhe kështu me radhë. Nga urgjenca thonë se mbetën në gatishmëri të plotë gjatë sezonit veror, ndërsa bojnë thirrje qytetarëve që në rast të simptomave si temperaturë e lartë, të vjella apo diare, të kërkojnë ndihmë mjekësore.